1.400 hektar, 5 milje vi bregdetare janë kompletonët, ty pas zbathur, tha, deri në maj, tha që ty për zbathur deri në maj në Sazan është qikë sfid për ata që hypin male dhe jo më për Ivankën, dhe thjesht u tregua sinqert. Ma prezentoj një miku jonë, tha, do t'a blesh, ma dhe këtë verën që kaloj, e kam parë kryeministrin në intervistë që rrinte si ata piratët, si Axhia Liu, rrinte ndesa, shiftën në jahtë, shkonte, a do me blenë i gjo, i thonë dhe atyre biznesmenve me jahtë, hajde vllai se të shesu në i parcel në i gjo. Interesante është që vajza e Donald Trumpit nuk e përmendi Zvërnecin. Po ndoshta ajo, kjo pjesa mund t'i treguar e kujdesshme, sepse atyre nuk i pëlqejnë zhurmat të cilat më shkaktojnë dhimbje koke babait tyre ose qeverisë amerikane tjera me radhë, dhe fakti që këtu në pjesën e Zvërnecit ende janë shumë gjërat pa qarta. Fakti që Spaku ka vepruar sot dhe unë duhet ta përgëzoj sepse i ka dhënë një zemër të jashtëzakonshme të gjithë njerëzit që takova sot në protestë flisin e përmendin këtë gjë. Pra, jo vetëm protesta, por edhe Spaku janë bashkuar kësaj çështje që ngre shumë pikë pyetje. Ka më shumë pikë pyetje se sa miliarda që përmenden që do hapen, 10.000 vende pune që dim gjithë që janë një gënjeshtër shumë e madhe, se po i shohim 10.000 vende punës në Shqipëri, që gjithandej nuk punon më asnjëri, nuk ka më rini, ke nga Nepali, ke nga Bangladeshi, ke nga Pakistani, ke nga India, të cilët po zënë të gjithë pozicionet. Dhe të gjithë të rinja shqiptare është duke ikur 10.000 vende pune nga do jenë këta. Kështu që të gjitha këto gënjeshtrat e mëdhaja dhe shtuar kësaj edhe diçka që ne kemi shumë problem si popull që harrojmë shumë shpejt. Në Durrës është fillimi i rrugës Egnate Murit, është bërë pallat sipër, në asnjë lloj vendi të botës. Kalaja e Skelës në Vlorë është shëmbur dhe është bërë pallat sipër, dhe po të shohësh është përmbytur në ujë se janë ujërat e pallatit të tjerë me radhë. Ndërkohë, i njëjti arkitekt që ka bërë dhe në Selanik është për bukuria e kulla në Selanik. E sa raste tjera ke palasën që është bërë, palasa në gjanë si nga ato settlements që bën Izraeli në zonat e pushtuara në bregun perëndimor. Nuk ka asgjë turistike aty. Por është zhdukur një kodër e tërë me lisa, cilët unë e kam jetuar që fëmijë atë mrekulli, vinin ketrat, na hanin, na merrnin bukën dhe ikin prapë në pyllin e tyre. Tani, më thuaj pak si qëndron e vërteta e lejes së ndërtimit